Nëntori shpallet muaji trashëgimisë shqiptare projekt ligji drejt miratimit në Kanada. Deputeti kanadez Ivan Baker reprezentoi në Dhomën e Komunave projekt ligjin e tij si antar privat, i cili nëse miratohet do shpallte muajin nëntor si muaj të trashëgimisë shqiptare në gjithë Kanadan. Baker falenderoi deputetin Peter Fonseca për mbështetjen dhe për faktin që ka dytësuar këtë projekt ligj. Ai shprehu shpresën që të gjithë antarët e dhomës të komunave do ta mbështesin nismën. Kanadezët me prerje shqiptare kanë lënë dhe vazhdojnë të lënë gjurmë historike në Kanada me kontribute që prekin komunitete në të gjithë vendin tonë dhe pasqyrojnë në jetën ekonomike, politike, shoqërore dhe kulturore të Kanadas, u shpreh Baker. Nëse miratohet muaji i trashëgimisë shqiptare, do shërbente si mundësi e veçantë për të njohur dhe vlerësuar kontributet e shqiptarëve në shoqërinë kanadeze. Ruki Kondaj, shoqata e Bashkisë Shqiptare Kanadeze dhe ambasada e Republikës së Shqipërisë në Kanada janë ndër mbështetësit e kësaj nisme.